ke hy live në Facebook. Jo, nuk e bërë seks në Instagram live. Po ashtu, në Facebook... Nuk e bërë seks në Instagram, më falë. Po pra, kjo është problemi pra. Që këtu ke njërë, se në TikTok në të predhe akte pornografike. Po që ato... Nuk e pëndut një tu. Po që ato kanë reagu me njëherë dhe janë fshirë. Pra, si kur që është mundesh... Urna? Po jo pra, se kjo është ke publike, nuk ka... Okej, e kemi rastin e Facebookut. Ka qenë një challenge ko më parë, që ka qenë Balena Blu. Që shumë fëmi kanë pësu prej ati challenge. Pra ka qenë Facebooku e cili e ka promovu këtë Balena Blu. A duhet me mbyll, a dash me mbyll Facebooku? Se këtë challenge nuk eksiston më. Dhe kjo është problemi që aktualisht nuk është që njerëzit tu në Shqipëri, se kur është bërë dhe një sondazh dhe një 75% e prindërve kanë votuar për mbylljen e TikTokut. Pra nuk është që tu, kjo është dëshira e një personi. Se ka votuar për mbylljen e TikTokut kur prindrit munden mos me lon fare, edhe une e kisha sugjeru çdo prindi mos me lon fare as telefon fëmijët të tyre. Se le më me përdor këto platforma, po që pse duhet me eduku na prindrit edhe me mbyll. Keni fëmijë juve? Una? A ki fëmi? Jo, nuk kam fëmi, po kur të bëj fëmijën të, unë e besoj që nuk kome luna së telefonin. Ty vjen paqën prind, nuk e jep do të sugjerim. Jo, unë prindim nuk më kalon mu telefon. Pra, unë prej prindet më tam ko marë mësëm. Ti e brez tjetër, besoj do t'jesh ngi 22-3 vjeç. Jo, faleminderit që po më bën kaq ma tre, po e marrë si kompliment, por nuk jam. Po them, tani ideja është që ti e brez tjetër. Sot unë kam situatën, unë kam vajzën 5 vjeç, dhe vajza ime, sigurisht që unë mundohem që mos e dë, por vajza ime ka dhe e pak, dhe merrte telefonet atus, kur kanë telefonat. A mendon, vesh një pyetje po du me ta bo, falë që po të ndërhy, më falë shumë. Po du me ta bo një pyetje, a mendon që njerëzit edhe mund të informohen mirë nga TikToko, sepse e di që ju e keni një portal t'jujen edhe media t'jujen që e keni